Qindra kuntal prodhime bujqësore kanë mbetur të pashitura nga fermerët e fushës së Malishit. Misri, patatet, qepët dhe gruri, kulturat kryesore të zonës, vijojnë të qëndrojnë stok, duke sjellë vështirësi ekonomike për fermerët. S'ka kërkesë tregu. Viti ishte tepër i vështirë si vit. Nuk bëhet fjalë për që të kërkoj njëri grur. Se grurin e kanë bërë monopol këta të vetëm ta të mullirit marrin dhe ata diktojnë vetë çmimin, të cilin e mbajnë shumë ulët dhe nuk ja vlen ta shesh me atë çmim. Tani tregtarët e vegjël që vinë me fugona, me makina që për prodhimin tonë vinë shumë rrallë, domethënë. Që do të thotë që s'ka tërheqje dhe kjo është drejt prishjes tani. Se qepa do mbi, do kalbe, do bet. Vjen mall nga jashtë dhe prandaj nuk shitet malli vendas. Përgjegjësi i sektorit të bujqësisë në Bashkinë e Maliqit pranon se një pjesë e prodhimeve kanë mbetur të pashitura, por mbetet e paqartë nëse kjo lidhet me importet apo me shtimin e sipërfaqeve të mbjella. Këto produkte kanë pasur kërkesa më të ulta se sa vitet e kaluara dhe gjithashtu dhe çmimi nuk ka qenë i favorshëm për fermerët pasi kostoja ka qenë një kosto e caktuar, goxha e lartë për prodhimin e këtyre produkteve. Cilësia nuk mungon, por nga kërkesa e ulët dhe nga çmimi jo i favorshëm, këto produkte kanë probleme me shitje. Vetëm në fushën e Malishit janë të kultivuara rreth 4.000 hektar misër, 600 hektar patate dhe 650 hektar qep.